mend, po si do mbahen mend. Dhe a do ta doj, a e do në fakt Ronaldo Gjorgjinën, kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. Unë e di si e mendoj, mendoj që gjesti e ka lojën me Eglin. Ai po e bën më tepër për lojë këtë afrimitetin ndaj Eglit, nuk e mendoj 100% që Egli po e bën afrimitetin ndaj Gjestit sepse e do, po thjesht asaj i konvenon kjo lojë. Po e bën për lojën e vet apo për lojën e Eglit? Normalisht po e bën për lojën e vet. Dhe për pjesën tjetër, sepse i bie Ohedi u fut për të marrë dinjitetin dhe i bie të shkeli me këmbë dinjitetin e vet aty brenda vetëm për finalen. Po pse më shqipe shumë e çfarë të pëlqente loja e pisës? Dhe sidomos, nuk e kam, un jam në rregull. Po pra ty të pëlqen loja e pisës, të pëlqen një lojë mashtruese, të pëlqen një lojë manipulatore. S'ka problem të çaj denigron veten se ti të pëlqente. Sepse ti ke shembull dhe në fillim. Se ti vetëm po do të flasësh, po do të koherente me atë që thua. Nuk ka asnjë lloj problemi nëse Egli e shkel dinjitetin, se fundi është i vetë, nuk është i. Çfarë është dinjiteti? Nëse ajo, dinjiteti ai që shkoi të marrë Egli aty brenda, karakteri, vlerësimi që ka për veten e saj, më fal tani. Ta mbaroj pak, nuk po flasim për dinjitetin, Ronaldo ta dëgjoj pak shqipen deri në fund të luajtjes. Njerëzit mbajnë mend fillimin dhe fundin. Jo, njerëzit mbajnë mend çdo gjë. Dhe në qoftë se fundi është në pod rroft dhe mbi zotë rroft dashuria, publiku vendos. Në qoftë se Gjesti e ka ulur Eglin deri në pikën më të fundit që i ka thënë ti nuk je mirë dhe ty kjo lojë të ka bërë dëm këtu brenda. Ç'a dashurie? Për ç'a dashurie po flet më? Për ç'a dashurie? Dashuritë janë të ndryshme shqipe. Ti më dukesh që shikon televizor, Big Brother 1, Big Brother 2 dhe nuk e thith se çfarë bëhet aty brenda. Pse? Sepse ti mendon këtë pjesën e dramave. Ti ke vajtë në finale, unë s'kam vajtur, nuk e kuptoj Big Brother. Po patjetër që ka vajtë në finale dhe e di shumë mirë se ç'a po bëhet aty brenda. Dhe ideja jote pikërisht se e blen. Dhe ideja jote është kaq. E rëndësishme është që këta të dy të mbajnë mend dhe të bëhen skupe për këta të dy. Nuk mjafton kaq, Ronaldo. Çdo gjë duhet jesh i sinqert me publikun sepse kam kuptuar diçka Edi. Kur nuk isha në Big, thoja njerëzit nuk e kuptojnë aq mirë Big Brother. Njerëzit shohin detajet më të vogla. Kur kam qenë në Big, kam kuptuar që njerëzit të kuptojnë aq mirë sa ty nuk të kupton as personi më i afërt aty brenda. Që mendojnë se din lojën tënde, por në fakt nuk din asgjë. Mua për shembull disa më kanë kuptuar, disa s'më kanë kuptuar fare, disa më kanë keq kuptuar qëllimisht. Le të flasim pak për Bigun Activity. Sikur të kanë kuptuar. Dea, cilat janë gabimet e Gjestit në këtë raport? Po çaja më zysh. Jo, gabimet janë që nuk i ka vënë kufit e qartë në bazë të ndjenjave që ai ka pasur. Pra nëse ai ka pas thjesht pëlqim, ti vinte kufit thjesht për pëlqimin që ka pasur dhe mos e ushqente si diçka më shumë. Po fundja dhe Gjesti është një djalë 24 vjeç, mbase nuk ka eksperiencën e dur, mbase nuk di, mbase nuk do, nuk e di. Ti beson në këtë dashuri, domethënë? Jo, unë nuk, shiko, nëse dy njerëz i bëjnë dëm njëri tjetrit, si në rastin e tyre që kur ishin bashkë vetëm qanin dhe ziheshin, unë besoj që është më mirë të mësojnë të rinë pa njëri tjetrin. Po shpresoj që të mos jetë për lojë. S'kan qenë asnjë bashkë ata, se janë e kupton. Po sepse është më thjesht se do niseshin, ne nuk do merreshim me çiftin. Atëherë unë nuk ides time, unë mendoj që ata të dy kanë përdorur njëri tjetrin, kanë aktuar sepse i ka interesuar si Gjesti, edhe Eglit. Po nuk ka femër që ta denigrojë veten deri në atë pikë sa ka arritur Egli. Këtu emisioneve televizive janë Gjesti Egli. Kjo është graca e këtij çifti në këtë edicion. Sepse nëse do ishin lidhur nuk do të kishte më vazhdimsi të kësaj gjëje. Po pra në bazë të lojës publiku mund të jetë shumë interesant që të çifti ta shohin në pod mbase në fund fare. Si e pas ka bërë qëllimisht. Po gjasat janë më tepër që e kanë ndjer dhe e ka bërë pa vedije. Absolutisht, ajo me rifutjen e dytë, për çfarë u rifut Egli që të pastronte emrin prapë? Se herën e parë që u fut në Big e futi për të pastruar imazhin. U rifut prapë për të pastruar imazhin, po kush ja bëri pjesë Eglit imazhin një herë, përveç vetes vet me ato ç'a bëri. Më fal. Po jo dhe kur u fut, erdha të pastroj imazhin tim, emrin tim nga një lidhje. U pastaj e bëri lidhjen po prapë me Gjestin dhe doli nga Bigu. Po kthehem të vënë në vend dinjitetin tim. U rikthye
kthye prapë për të vënë dinjitetin sepse kishte humbur me gestin. Sepse dashuria të lejon të gabosh ata. Olta, dashuria të lejon të gabosh. Po se kishte një emrin Pis Egli, kush ja njollosi emrin Egli, tamam të lutem, se këto janë strategji që futesh që në fillim. Dhe ajo strategjia e ka penalizuar sot. E ka çuar deri atje që unë nuk do doja asnjë femër ta shikoja deri ku ka arritur Egli. Nuk e gjykoj, gjykoj për atë çka ka bërë. Dhe më vjen keq. Ajo vajza mund të ketë qenë dhe e vërtetë aty. Unë pash mbrëm portretin e Eglit. Nuk e shoh të vërtet ku buz qesh, ku nën qesh. Nuk mund ta shikoj dot si të vërtet. Kjo tregon që bënda vetes dhe nën qesh, nuk ka të vërtet. Se po ngrihet në publik duke thënë gjesti. Ku e dia jam punon tek webi. Duke thënë gjesti. Më fal, disa gjëra ti do të shohim në vijim që shikojmë. Do të shohim në vijim se si të shkojmë. Ndoshta pas këtij bigu do shohim nëse ndjenjat kanë qenë të vërteta apo gjithçka në funksion të lojës. Gjithsesi falenderojmë të ftuarat, faleminderit Dea, faleminderit Olta që ishit pjesë e fan klubit sot, faleminderit shumë. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare, më pas do të flasim me të eliminuarin e kësaj jave, kështu që mos u largoni nga ekrani i Top Channel.